Nga Gjergj Zefi. Debati që është hapur në BE për antarët pa veto, periudhë prove dhe kufizim të drejtave të shteteve të reja nuk lidhet thjesht me Malin e Zi apo me Mandiqin, por me frikën strategjike të Brukselit të mos prodhoj më Orban të rinj në Ballkan dhe në lindje të Europës. Vjesti e përditshmja më e madhe në Malin e Zi e thot hapur se ideja për t'i kufizuar të drejtat e Malit të Zi në rast antarësimi nuk vjen nga paniku ndaj një qeverie proserbe, por nga trauma politike që BE ka me Hungarin, vetot e saj dhe bllokimin sistematik të vendimarrjes së Unionit. Brukseli sot është në një pikë these. Nga njëra anë, pas agresionit rus në Ukrainë, është krijuar konsensus i ri që zgjerimi duhet të ndodhë brenda dekadës. Shefja e diplomacisë Kaja Kallas flet qartë për perspektivë realiste deri në 2030-ën dhe përmend shprehimisht Malin e Zi dhe Shqipërinë si vendet më të përgatitura. Nga ana tjetër, i njëjti Union sheh si rrezik faktin që një vend i vogël me elitë politike të paqëndrueshme dhe me ekspozim ndaj ndikimeve ruse, serbe apo kineze, mund të hyjë brenda dhe të përdor vetëm për të bllokuar politika të tëra të BE-s, një kalë troje që e kemi parë tashmë me Hungarinë dhe pjesërisht Polonin. Këtu hyn ideja e periudhës së provës, një model ku vendet e reja marrin fonde, qasje graduale në tregun e vetëm dhe ulse në tavolinë, por jo me njëherë të drejtën për të bllokuar vendimet më të ndjeshme, sidomos në politikën e jashtme dhe sigurinë. Kjo partikulohet në think tank, në dokumente jo zyrtare gjermano-slovene, në raportet të Delors Institute dhe në debatet e fundit në Bruksel. Teknikisht, BE ka nisur ta përgatisë këtë kurs prej disa vitesh. Metodologjia e re e zgjerimit e vitit 2020 e bëri procesin të kthyeshëm. Nëse një vend bën hapa prapa në sundimin e ligjit apo demokraci, kapitujt mund të pezullohen, fondet të ngrihen, madje të kthehen prapa. Në dokumentet e fundit të Komisionit për paketën e zgjerimit 2025, teksohet qartë se edhe pas antarësimit, vendet e reja do të mbeten në monitorim të fortë për shtetin e së drejtës, demokracinë dhe të drejtat themelore, pra hyrja nuk është më bilet pa kthim, por një kontratë që mund të penalizohet rënd nëse e keq përdoret. Tani, ideja e kufizimit të vetos për antarët e rinj është hapi logjik i radhës. Në vend që BE të presat përsëritet rasti Orban me një vend të rinj nga Ballkani apo Lindja, po mendon t'u jap një licencë të kufizuar të drejtash për disa vite, derisa të provohet që nuk janë kalë troje i Rusisë, Kinës, Serbisë apo interesave të tjera jo evropiane. Për Ballkanin Perëndimor, kjo do të thotë që premtimi klasik, ditë e parë antar, ditën e dytë i barabartë me Gjermaninë dhe Italinë, praktikisht po shuhet. Në vend të tij po imponohen modele antarësimi gradual dhe integrimi i frazuar, qasje në tregun e vetëm, fonde të rritura, pjesëmarrje në politika sektoriale, energji, transport digital, përpara dhe gjatë antarësimit, por me shkallëzim të drejtave politike. Për vendet e rajonit Shqipëri, Malizi, Maqedoni e Veriut, Serbi, Bosnjë, Kosovë, kjo është një shpat me dy tehe. Nga njëra anë, hap mundësinë që integrimi ekonomik të ndodhë më shpejt dhe realisht mund të sjellë fonde, investime dhe rritje ekonomike, shumë më parë se antarësimi formal. Mjafton të kujtojmë planin e rritjes 6 miliardë euro dhe iniciativat e reja të investimeve që Ursula von der Leyen prezantoi në Tiranë, duke folur për dyfishim të ekonomive të rajonit nëse bëhen reformat. Nga ana tjetër, krijon një kategori të re antarësh të dorës së dytë, qoftë edhe përkohësisht, vende që kontribuojnë, marrin pjesë, por nuk kanë të njëjtën peshë politike, nuk kanë menjëherë instrumentin e vetos, ndoshta për një kohë të caktuar, as të drejtën të bllokojnë agenda që cënojnë interesat e tyre kombëtare. Për Shqipërinë, konkretisht, sinjalet e fundit nga Brukseli janë të dyfishta dhe duhet lexuar me gjak ftohtësi diplomatike. Nga njëra anë, Tirana renditet mes vendeve më të avancuara në rrugën drejt antarësimit. Komisari i zgjerimit Marta Kos flet për progres të paprecedent dhe diplomacia e BE sheh Shqipërinë bashkë me Malin e Zi si kandidatet më pak problematike institucionalisht. Nga ana tjetër, e njëjta retorik vjen e shoqëruar me paralajmërim, pa reformë reale në drejtësi, pa luftë të besueshme kundër korrupsionit dhe pa konsolidim të shtetit ligjor. Shqipëria rrezikon të përfundojë në kategorinë e vendeve që hyjnë në BE, por jo si lojtare të plota që ditën e parë. Pra, rreziku nuk është më mos të na marrin në BE, por të hyjmë si shembulli i paralajmëruar se mund të na mbajnë në regjim prove. Kjo do të thotë legitimiteti i cunguar politik, fuqi e reduktuar për të mbrojtur interesat tona në tavolinë dhe rrezik që statusi i antarit të ri problematik të ndjek Tiranën për vite. Në planin gjeopolitik, llogaritë e BE-s janë brutalisht pragmatiste. Brukseli e di që pa Ballkanin dhe pa vendet si Ukraina, Moldavia, Gjeorgjia, vetë arkitektura e sigurisë europiane mbetet e mangët dhe ekspozuar ndaj Rusisë, Kinës dhe fuqive të tjera rivale. Zgjerimi nuk është më luks, është nevojë sigurie. Ndaj dhe flitet për antarësim deri në 2030-ën, por po aq e qartë se BE nuk dëshiron të importojë kriza të reja të sundimit të ligjit dhe demokracisë, as të rrisë numrin e shteteve që mund të përdorin vetëm për të bllokuar sanksione ndaj Moskës,
apo masa ndaj Pekinit, raportet e fundit paralajmërojnë hapur se vendet e Ballkanit, nëse hyjnë pa filtra, mund të bëhen promotor të interesave kineze brenda BE-s, veçanërisht përmes marrëveshjeve të borxhit, projekteve të infrastrukturës dhe lidhjeve të errëta ekonomike. Kjo shton argumentin për mekanizma mbrojtës. Antarësim po, por me gardë sigurie ndaj atyre që mund të shndërrohen në të ardhmen në Orban të rinj, me flamur tjetër. Në këtë kuadër, frika nga Orbanët e rinj është në fakt frikë nga elitat hibride, elita politike që flet gjuhën e BE-s, firmos marrëveshje, merr fonde, por në terren mban klientelizëm, kontroll mbi mediat, kapje të drejtësisë dhe lidhje të padeklaruara me qendra interesi në Moskë, Beograd, Ankara apo Pekin. Viktor Orban ka treguar se si mund të përdoret Unioni si bankomat, ndërsa bllokon vendimarrje në çdo moment kritik dhe kërcënon vazhdimisht me veto derisa të marrë koncesione. Brukseli nuk dëshiron të shohë një variant ballkanik të kësaj skeme, qoftë në Podgoricë, Beograd, Sarajevo apo Tiranë. Prandaj edhe kur publikisht flitet për ëndrrën evropiane të Ballkanit, prapas skenës hartojnë modele tranzicionale, kufizime vetoje, mekanizma të rinj saksionimi dhe ide që do të ndryshonin vetë mënyrën si funksionon BE pas zgjerimit. Për Shqipërinë pyetja strategjike nuk është thjesht kur hym, por me çfarë statusi hym. Një Shqipëri me institucione relativisht të konsoliduara, me reforma të besueshme në drejtësi, media më të lira dhe ekonomi më transparente, mund ta përdor logjikën e re të zgjerimit në favor të saj, të marrë më shumë fonde, më shumë akses në tregun e përbashkët, më shumë investime, ndërsa ndërkohë të negociojë që periudha e antarit pa veto të jetë minimale në kohë dhe e kufizuar në fushë. Një Shqipëri që vazhdon me gjysmë reforma, me polarizim artificial, me korrupsion të lartë dhe institucione të kapura, rrezikon të futet në BE si shembull që justifikon pikërisht kufizimet që sot po diskutohen. Në atë skenar, Ballkani Perëndimor do të zhndërrohej në dhomën e provës së një BE-je të re. Barazia formale antar-shtet do të zëvendësojë për disa vite nga një hierarki praktike të drejtash. Për ta përmbledhur në gjuhë të thjeshtë, BE po përpiqet të shpëtojë zgjerimin, duke mos e shkatruar veten nga brenda. Vendet e Ballkanit, përfshirë Shqipërinë, duhet ta lexojnë qartë këtë mesazh. Po, duam t'ju marrim brenda, por kësaj radhe pa na u kthyer në Orban të rinj. Kush e kupton këtë ekuacion dhe e përdor për të forcuar shtetin ligjor dhe demokracinë e vet, ka shans të hyjë si partner, jo si i dyshuar në provë. Kush e injoron, rrezikon të marrë një bilet hyrjeje për në një BE, ku është i pranishëm fizikisht, por politikisht i kufizuar.